Denzel Washington, si subjekti një fake news para disa kohësh, kur u pyet rreth kësaj çështje, ndër të tjera i thot intervistueses: nëse nuk i lexon gazetat, atëherë je i pa informuar. Ama nëse i lexon gazetat, atëherë do të jesh i keq informuar. Çfarë përgjegjësie keni ju të gjithë, si gazetar, si media? Të thoni të vërtetën, jo thjesht të jeni të parët, por të thoni të vërtetën. Tashmë jetojmë në një shoqëri kur ajo që vlen është fakti se kush është i pari që thot lajmin. Nuk ka rëndësi, thjesht nxirr lajmin, nuk na bëhet vonë se kë lëndojmë, nuk na bëhet vonë fare dhe nuk duam të dimë se kë shkatrojmë. Nuk na bëhet vonë nëse është e vërtetë. Thjesht nxirr lajmin, e themi, e shesim. Linku e intervistës së Denzel Washington unë do e vendos pak më poshtë dhe shikoni. Duhet të them diçka që West Side Family ka qenë gjithmonë larg vëmendjes së tepërt të mediave, rozë të kuqe, blu të zezë, sepse nuk na intereson vëmendja e kot. Dhe mos harroni, votoni Xhikun.